Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miq të mi kudo që jeni. Ndodhemi sot në fshatin Bivolak, komuna e Voshtrisë. Jemi në fillim të fshatit, po e komentojmë fillimisht çka po shohim, infrastruktura të jetë dobët, të merr, katastrofë ka. Ne po vazhdojmë. Jes po vazhdojshëm. Derisa të kalojmë, e tash mundemi me vazhdu. Hajde po e pasqyrojmë dal nga dal edhe këtë fshat këtu në komunën e Voshtrisë, të shohim si është jetesa në këtë fshat, për çka njihen banorët dhe se si janë. Këto dhe shumë të tjera po besoj do të mund t'i kuptojmë vetëm pas pak në momentin që do takojmë ndonjë banor. Jam të i po bakti të kullot, e po afrohemi, ndoshta po e gjejmë pronorin, edhe po e përshëndetëm. Është tipik fshat malor. Era ka fillu me frymet mo dhe unë nuk e di këtë verë çka po ndodh kështu në çdo fshat ka po shkoj era po të më na fluturo. Jeni të i po edhe fushat. Disa janë të punuara, disa jo. Fshati duket të jetë jo edhe i madh. Nuk është që po shohim diçka përveç natyrës. Po e kemi edhe një pjesë tjetër, këtu në fakt i kemi një 2-3 shtëpi veç. Po, nuk është që ka shumë, në fakt nuk e di na qëtë në i rrugë anej, a do të me u kthy prapë kështë ka erdhëm. Ne po provojmë me gjetë banor, me trokit, të shofëm se kush po na i hap dyert sot këtu në këtë fshat. Fshati Bivolak. Me thirë, që në ka dhe fermere, pas ka dhe këtë pjesën e qumshtit, freza, i tojnë kështu që e mbon qumshtin me temperaturë konstante, për atë sa di. Oj, zoti shpis! Oj, zoti shpis! Shtëpin e pas ka të bukur, i pas ka një 4 lup, edhe njerë po throsëm edhe po largohemi, se na u duhet me marrë pamje nga i tërë fshati, edhe duhet me shpejtu dikush doll. Përshëndetje! A jeni kësaj dhe shtëpia juve? A doni mysafir? Hajde tung! Po largohemi. Ajo rrugica nej nuk ka shtëpia. Edhe na çon në një fshat tjetër. Po shkojmë kështu, edhe ç'ke rrugica kënej, a na qet? Jo. Kjo po na qet ka drejt e në bërë dikujt. A za druga,
Jo bre, s'fam duke që është zadrug, ja po. Sa që edhe bori e pas ka mbulu, për ndryshe fshati, për nga pomja e por, që ka po shumë, betet edhe në vazhdimësi me komentu, por që është në gjendje jote mirë. Taman, si kanë qenë dikur fshatrat, jo të rregullume, vetëm shtëpi, ora, fusha, diçka tjetër nuk po shohim. Jemi në rrugën Fejzullah Saraqi. Saraq, si në kësaj deheq. Fokuson dhe shpijat i pas kanë lanë, qysh janë djegë në luft. Edhe kanë braktis fshatin. Për ndryshe, një pjesë jo e mirë në këtë fshat nga këto ku jemi. Shtepin o renoje, o riparoje, diçka bon. Thjesht nuk më pëlqen pse i lojnë kështë, arsyet i din gjithë se cili, por edhe kështu paraqet rrezik për banor cilët janë këtu me dosh me lëviza nej. Njëherë e bën. Jemi të e po një ubër me 3 flamuj. Hajde të shofëm ma jenë kësajde po i thrasëm, pas kanë dhe luhajen në bërë. Fshati është shumë alur, nuk është që nuk paraqet rrezik se në këto pjesë mbojnë edhe shumë qenë, por duhet kujdes të shtum, po thrasëm nga këtu. Oj, zoti shpis! Tash është problem edhe me i taku banorët se temperaturat janë ngrit edhe nër klima. S'po rrinë më në barë, që shërreshin këtë një herë. Oj, zoti shpis! Hajde edhe një herë. Oj, zoti shpis! Ashtë e ka hyrje në shpis e pas ka për më duke të nejtë, këtë s'po e shë që e ka. Si do që të jetë. A përshkojmë këtë pjesën? Hajde. Në që të rogicen. Muret, si dikur, pra, si kanë qenë, vazhdojnë me i pasën këtë fshat. Ani pse, kjo shtëpia për më duke që është e banuar. Shtyllat elektrike janë në gjendje jo të mirë, mund të me thonë të mirueshme, për shkak se janë edhe të lidhëm. Ky vetë sa nuk ka rëzu, hajde po kalojmë ma shpejt se çfarë fati kem na vjen. Shtyllat e vjetra, pa pastërti, rrugët nuk janë të mira, ka shumë shtëpi të vjetra që veç e pas kanë braktis fshatin edhe i kanë lënë ashtu, kanë ecë. Shumë pak ka prej shtëpive të reja që i kanë ndërtu, e kanë fjallën mas lufte, jeni tu i po dhe vetë në përmjet pomjeve që po ja u sjellëm. Qëto jam të e po një serë bosh që do të me provu me trokit, me që kanë bjellë, po besoj janë edhe këtë. Shumë bre qëto se di pse po i lojnë, thera, gardhiqe, sofar, se këtu ka shumë llojshmëri, nuk po ja u di emrat krejtëve vetë se bori deri te kryt, po të më lejke. Edhe shtëpit cilat janë braktis, jeni të i po, veç kolmi po shihet pak, janë mbulu prej therrave. Riza Klinoku, a e provojmë edhe këtë rrugicë. Edhe pse jeni të i po, pse me lonë në këtë gjendje fshatin, ani pse ke dol nga fshatit pak të aty ku ke jetu me rregullu bre pak. Për shambull e shtëpia atje, sa e bukur, ja prish pak këtu pa rregullësit kënej që ka jenë, kushërinjët që i kanë lonë kështë. Që e po më duket veç kanë dollë edhe kanë ikë, edhe dyrt nuk kanë pas ku as me mbyllë, me dollë me të shpejten. Therra. Mos i po kushia që kanë dollë, që kanë ikë. Shefe, ondi, hajde. Bek, këtheu. Shefe, kjo mini shtëpi e vogël, sa që në fakt kjo kosh i ka, më duk si shtëpi, por që me zi arrita me ditë se qka u konë, se lullat e pas kanë mbulu. Shati nuk po m'pëlqen,
Po besoj jeni me mendimin e njëjtë si kurse unë, se jeni të e pa gjendjen, është katastrofë. Një shtëpi e madhe dhe kjo, zakonisht mërgjimtarët i kanë merak kështu shumë shqipunjat me i vendosë në dyrë të burrit, edhe ja qesin qilcin e icin. Po, valla. A? Ja bukur gjithsesi, që mbyllë është, s'ka asë një shenjë, heq. E përshëndesëm familjen patriote nëse veç e shen emisionin. Rrugica këtu, si para lufte, si mas lufte, gjendja vazhdon të jetë e njëjtë. Ati disi fshati hallakom ka krejt. Ati si kur bohëm pa fshi pa krahu, e s'dim kam jamojt, qash të fshati është në qas si gjendje. Kjo rrugica e mbyllme, komplet. Në fakt, s'pat edhe shumë shtëpi, 2-3 edhe ato kënë të mbyllme. Edhe një tjetër shtëpi e braktisme, pas ka qenë edhe ishë zad rruga, por që është mbyllë, rruga Ardiona Klinoko. E pas kemi edhe një rrugicë kënej. Apo shkojmë poshtë, mandej vazhdojmë pjesën tjetër edhe pse valla vazhdo ka dush se s'pas ka kur gjon këtë fshat. Asë edhe një banor nuk jemi të e taku, është shumë fshat i braktisëm, atmosfera për toke, po provojmë qëto dyrma si po e shasejren edhe bashqen. Probleme pas kemi me taku banor, se pas ka s'ket dorizen, ju ka prish për që shme hapon në nashtë edhe si në kësaj djeq, hajtë po thrasëm. Oj, zoti shpis! Oj, zoti shpis! O, thërë sa dush, se të ndëgju kërko sheq. Hajtë dhe një herë. Oj, zoti shpis! Sa shumë po frynira. E u rej me gjiru kur t'ka irë. E u rej. Edhe që ato që ka du me tha ma hup krejt, ma hup kontrolën. E hupi kontrolën. Hajde për shkojmë që të rrugicën kënej. Tani kena përpjet kështë me icë. Jeni të i pa rrugë të fshatit, muret. Qa ke kjo? A ke bunar? Qfar rrugice. Kam të për dridhen ka po ecit e poshtë. Se dje ju ndodhe dhe juve kështë. A që për më këtë po qesin flija. Vesh largo dresa që të regoj si jemi me kamirë. Oj, zoti shpis! Vesh largo është pak. Derisa ti të regoj si jemi me kamirë nëse veç na e hapë diren. Se s'na hapë diren, rrim në rhije, po shojmë. Në atë pjesën tonë që ka në takon, apo levizit që ka si në gjirë më kanë tonë. Oj, zoti shpis! Ekem. Ferm, me siguri është me këtë familjen.
Isha të ju thonë atë pjesën që ka në takon neve po e bojmë, por është edhe një pjesë ma kryesore që është në dorën e banorëve, me dalë me nga të regu për fshatin. Deri në këtë momente, na thuja se jemi ma shumë se gjysme në fshatit përfundum, nuk e kemi asë edhe një informacion për këtë fshat, vetëm nga jo që ka ne po arrimi me pa dhe me komentu. Për që është i braktisër, këto e keni të sigurt 100%, se lem pikpytje heq, por disa elemente tjera, se qka e përben fshatin nuk i dim. Gjamin jemi tu e pa, objekti, jemi në qendër të fshatit, e sheni çfarë atmosfere po mbi zotrën. Kjo pra është qendra e fshatit, mu ka bo pik kjo rruga Ardiona Klinoku, pse në ky emër, a thu, qëfar historie ka ky emër, apo nuk po e di. E me pas banur një pyt. Ja, pra, kjo është e keqja kur një... Po, kjo është e keqja kur na së rëllatëm i rrugëve kështë, pa banur, po që ati besh fshati është i braktisëm. E pas kanë edhe marketin. Kena ardhë me ble, kena ardhë me marrë pije, se vdicëm edhe kemi në qetë. Shpëmsona në për fshatra të bukura e me njerës të nga pritë, kur bo vi se ky fshat i krejtë tensioni po mbjen, se s'ma dënë mu pa full me njerës. Se energjia, më hup energjia krejtë, më thitët, më bjen për toke. Hajde ikëm. Më është akumulu energjia. Hajde. Ka po shkon moj zon. Ka po shkon moj zon. Si të dita zvet. Këtu a kam pjek flia a berlëg. Vesh të kalojmi ma shpejt, si jemi krejtësisht bari është, edhe duhet kujdes. I kemi edhe disa shtepi, afer maleve, pra fshati është i përber nga malet, në fakt tërësisht është fshat malor, shefini shtepit si kanë mbet. Këtu 10 shtepi ma shumë, së mundën me konë që jenë familje rezidente. I tërë fshati thuja se është i braktisur shitet shtepia, po thëtë. E numrin, pëse s'ma ke lonë se unë jam i interesume me ble? Kjo e pas ka bukur, edhe shtepin e lezetshme. Hajde po provojmë edhe tek kjo familje. Sa bukur e paska, po thrasëm. A jenë më reksajte, oj, zoti shpis! E paska një pjesë bukur të madhe të burrit. Po m'pëlqen 2 vllazni. Ja qita pikin, unë e fillo di qka jenë. Oj, zoti shpis! Dika i ndëgjova të punu. Po s'po dija këtë? Ha? Edhe na po ikom. Ato e kosit barin. Ashtë po m'duket fundi fshatit, a? E kemi edhe një pjesë tjetër, a? Hajde po shkoj me pamje.
komuna me ardhë me i vizitu fshatrat, me ardhë me ju bo vizit, me i po jetesen, se si po jetohet në këtë fshat edhe në këtë fshatrat tjera. Apel publik, shtë. Shifeni gjendjen e fshatit, se si kam bet. Do mos do familje detyrohen me braktis fshatin. Jemi fare në fund sa i përket fshatit Bivolak. Pjesa e fundit e fshatit përsëri pa rregullsi, nuk po m'pëlqen ferra, mbeturina. Këti fshati vetë sa se pas kanë vendos drynin. Për ndryshe fshati është jo i lamazdore, po shumë i lamazdore. Banor nuk takum, me banor qysh me bisedu, kur si takojmë s'kemi informacione. Ju kemi shoqëru gjatë gjithë kohës me pamje kaq nga ky fshat, takojmë në fshatin e radhës. Deri atëhere, mirë mbetëshi!